mundohemi në mënyrë me aq sa mundemi që të krijojmë hemoragji të këtij sistemi i cili e ka marrë peng Shqipërinë dhe kjo nuk është më një refren tashmë. Ky është një fakt i frikshëm që edhe nga sa u duk nga diskursi i fundit i zotit Berisha, një fresk i madh ndaj aspiratave të kapjes së shtetit totalisht nga zoti Rama edhe për 20 vitet që vinë këtë po synojmë. Dejavyn e 2008-s. Po dejavyn e 2008-s po ne jemi sot në 2025-ën. Ndryshe mendojmë, tjetër vizion kemi, tjetër informacion kemi, tjera aspirata dhe ëndra kemi. Tani unë mendoj që përderisa janë vetëm 2 lider politik kryesor të partive të mëdha, duket që edhe ne nuk kemi ndryshuar edhe aq shumë. Shiko, ne kemi detyrë t'i themi gjërat, pastaj për t'i bërë duhet popullsia të ndërgjegjësohet. Nëse dikush pret këtu që një njeri do vi dhe ai njeriu do ketë çelësin magjik për t'i zhbërë këto që gjithë shoqëria bekon duke heshtur, kjo nuk ka për të ndodhur. As një revolucionar të madh që të vijë dhe të nisë një revolucion me armë këtu mos e prisni, se gjysmë revolucioni që ka ndodhur në Shqipëri në 97-ën, që praktikisht ishte një luftë civile, prodhoi mbi 3000 të vrarë nga popullsia dhe asnjë politikan që t'i pritej të paktën karriera në mes, jo më të psonte ndonjë gjë tjetër. Kështu që njerëzit duhet të kthjellohen për këtë gjë. Kaq kemi në dorë, t'ia themi. Pastaj nëse shumica mendon që kështu është mirë, atëherë do të thotë që do zbatohet vullneti i shumicës. Çfarë të bëjmë? Ne kemi në dorë të themi të vërtetën. Kaq kemi në dorë. Të punojmë për ta ndryshuar, të luftojmë për ta ndryshuar, por gjithmonë deri në kufit e ligjit, se unë nuk mund të bëhem anti-ligj për shkak se dikush do që ta ndryshoj Republikën duke parë televizor nga divani dhe të më thotë mua mo bëni ndonjë gjë ju, mo ndryshojeni ju, po si ta ndryshoj ju? Duke shkuar ti dhe duke marrë ngrënë qoftet e dyqani lagjes aty, edhe duke më bërë mua moral nga këndi i shtëpisë me pultin e televizorit në dorë. Jo, kështu nuk ndryshon. Se s'mund të bëhem unë kriminal, apo ti kriminal, se ti rrit e divani edhe ha qyl para të këtij populli. Kaq, kështu e mendoj. Okej, Aulon? Për Veliajn apo për votimin e PD-s sot? Pastaj do ndalemi te votimi i PD-s. Shiko, unë mendoj që nesër fitoj qeveria. Ky është mendimi im, sepse e gjithë kjo gjë është gatuar që të likuidohet politikisht Erion Veliaj. Ai ka gjë në dorë nesër që të flasi. Ai është një nga njerëzit që besoj unë, është një projekt politik, nuk është njeri i zakonshëm, nuk është politikan i radhës, është njeri që ka shumë informacion për Edi Ramën, i di se sa dhëmball ka në gojë. Dhe në rast ai ka një gjë në dorë nesër, është dita finale. I edhe në gjyq Aulon, kështu që me si do përballem sot javë kam gjyqin. Më të thonë drejtën, unë i kam bërë thirrje që të padisë Ramën, ai më ka padit mua, ka lehthitje në objektiv, por e pres në gjykat. Në rast se nuk vjen gjykat do ketë probleme. Çfarë probleme? Do e ndjek turpi nga pas, përderisa më ka thënë që hajde në gjykat, ballafaqohemi. Minimalisht duhet vinë në gjykat ditën e njëjtë me datë 6 nëntor. Po s'besoj se kjo është çështje e parëndësishme. Mos e ka përdor thjesht si aerosje për me dalë nga burgu me u paraqit. Nesër është dita vet tani, jemi realistë. Kjo çështje ime është e parëndësishme. Nesër është ditë e rëndësishme për Erion Veliajn dhe për Shqipërinë, besoj unë, në rast se ai mendon që mund të flasi. Është në nderin e gjykatës kushtetuese që të lejoj seancë të hapur nesër, që të jenë mediat, nuk e di çfarë informacioni kemi deri tani. Nëse kushtetuesja rrezon le të themi Partinë Socialiste, ndodh pra kjo. Rrezon edhe Partinë Demokratike që bashkoi votat në Këshillin Bashkiak për ta sharkuar? Për kaq, vetëm për kaq. Le të themi në këtë histori. Për Partinë Demokratike do të flas unë për atë që ka ndodhur sot edhe për bashkimin e votave për komisionin parlamentar edhe për Ramën president. Edhe në sharkimin e Veliajt mbase u nxitua për të bashkuar votat. Po ata kanë qenë që në fillim për me shkarku Veliajn. Çfarë do të thonë kjo tani? Nuk besoj unë që kjo me këtë gjë mund të kapesh me Partinë Demokratike. Nuk është ky domethënë gabimi i Partisë Demokratike në gjykimin tim. Po thoya diçka tjetër, është shumë e rëndësishme që seanca ditën e nesërme të jetë me dyert hapura për mediat dhe transmetohet, sepse në rast se ai do vendos që të flasi nesër, pa diskutim që në Shqipëri do ketë zhvillime shumë të mëdha. Unë mendoj që nuk do flasi, se deri tani ka zgjedh të mos bëlbëzoj për Ramën, jo më të flasi. Por gjithsesi ta presim nesër, të paktën në rast se nuk flet nesër, të vit flas për mua me datë 6 nëntor në gjykat Tiranës, të apelit, të kësaj të faktit penal, domethënë se më ka thënë për penale. Zënika?
Te pjesa e bashkimit votave që thatë adoket se dëgjova ulonin do ndërhyja apo mos të ndërprisja, unë besoj që këta nuk kanë më turp dhe votat po i bashkojnë hapur. Nuk është më si më përpara i kanë bashkuar më ndryshe, domethënë çik më të kamufluar, informacioni ka qenë pak më i nuk ka qenë kaq i shpejt, tani po i bashkojnë hapur. Unë kam një qasje tjetër që unë kam një qasje disi pak investigative, përderisa Velia i nuk flet, po e përjeton keq burgun, po sillet, po thonë që abuzon me vete në burg. Unë kam një qasje sikur ai është në sintoni të plot me kryeministrin edhe duan ta çojnë gjën aty ku duhet. Kjo edhe për faktin që ai vuri një kandidatë në Tiranë si Orgerta që nuk ndihet, i thot hajde këtu ik aty, kështu që unë më duket si një lojë e madhe, përderisa të gjithë thonë nuk flasin. Unë mendoj që ka momentin të flas. Nëse s'flet atëherë i bie që ka diçka që s'shkon. Për pjesën e seancës nesër unë ta garantoj që s'ka përqenie e hapur për media, seanca do jetë e mbyllur, do deri një vendim. Pastaj se çdo vendimi do prodhojmë, do fillojmë ta elaborojmë edhe ta shikojmë ditët vijim, si do jetë, tek do jetë, ku do jetë qasja, pse u bë në tillë mënyrë. Andrea, mundëm të? Po. Vendimi më i keq i mundshëm që mund të marrësh mos marr vendim, siç ka ndodhur patën në disa raste vitin e kaluar, në raste shumë të njohura. Do nuk arrihet do të bëhet 500 dhe ky do ishte zgjidhja më e keqe që mund të hap gjykata kushtetuese. Vendimi më i mirë për mua unë nuk mendoj që është proces që lidhet me individin aty, se s'është proces për të, është proces për natyrën kushtetuese të akteve. Unë personalisht nuk e pranoj idenë që një ekzekutiv ose një këshill bashkiak mund të ndërpres mandatin një zgjedhur i publik për pretekste të ndryshme, se po ta bënte për ta bërë pse bëri pas 3 muajsh, po bëri pas shumë muaj që ke mungu 3 muaj. Kështu që do krijojë një precedent që çdo mazhërant në Shqipëri me një lëvizje këshilltare do shkarkon të gjithë kryetarët e bashkive të Shqipërisë. Dhe kushtetuta jonë është ndërtuar në mënyrë të tillë që t'i jap imunitet mbrojtës kryetarëve të bashkive në ushtrimin e funksioneve si një pushtet tjetër. Kështu që unë mendoj që në aspektin profesional, personalisht do më përpiqja një vendim gjykatës kushtetuese që sanksionoj këtë lloj parimi, që i zgjedhuri nuk mund shkarkohet me makinacione që vinë qoftë nga lëvizje politike, apo qoftë nga vendime shteti bashkiak, apo qoftë edhe nga ndërhyrjet e ekzekutivit. Nga ana tjetër pret që gjykata kushtetuese të bëjë një interpretim zëruar të integritetit të zyrtarëve të lartë dhe çfarë përgjegjësie publike ka një zyrtar i lartë. Dhe këtu pastaj shkojmë te pika që një zyrtar i lartë kur përballet me pamundësi ligjore për shkak të fajësive të tij, me pamundësi të ushtrimë funksionit apo me një akuzë zyrtare nga organi i prokurisë, duhet të respektoj vullnetin qytetar edhe integritetin politik duke dhënë dorëheqje dhe duke evituar gjithë të lloj problematike deri tani. Që nuk e pres një vendim bardhëzi, por është rasti që gjykata kushtetuese na jap me vendimin e saj një standard të ri për konceptin e ndarjes pushteteve, në konceptin e funksionimit të institucionit dhe në konceptin se si duhet sillen zyrtarët e lartë kur ndodhen para një akuze të caktuar. Kështu që nuk e shoh si një proces as Partisë Socialiste, as Partisë Demokratike, as të individit përfshirë, po një koncept të shtetit me gjykatën kushtetuese. Ne për këtë kemi zgjedhur gjykatën kushtetuese. Prandaj kemi thënë që po bëjnë reformë të zgjedhim më të mirët. Unë kam frikë që kjo gjykatë kushtetuese nuk e ka këtë kapacitet për ta bërë këtë gjë, por do dëshiroj shumë që nesër të jem po themi më zhgënjej pozitivisht për këtë gjë. Ju zoti Lape? Edhe ju doni një zhgënjim pozitiv?